qyteti. Doja dhja këtu pas një sër bashkëbisedimesh në qytetin e New Yorkut, ku kemi një nga komunitetet në më të mëdha, në mos më të madhin të popullsisë shqiptare jashtë Shqipërisë. Doja dhja këtu dhe të mësoja më shumë për teknologjinë, për mënyrën se si ky kryeministër ka qenë në gjendje të kujdeset për evolucionin e këtij vendi e të këtij qyteti, erdha këtu të flas për turizmin dhe për të parë se si të mund të ndihmojmë e të shfrytëzojmë jo vetëm muajt që kanë mbetur në detyrë, por edhe muajt më pas detyrës, për siguruar një linjë fluturimi drejt për drejt nga New York City në Shqipëri, sepse ndihmon banorët atje, por edhe ata që janë këtu në vend. Doja të flisja për turizmin, një industri shumë miliarda dollarëshe në New York City. Vitin e kaluar 65 milion turistë vizituan New York, dhe dua që ky numër të rritet me vizitorë edhe nga ky vend. Dua të flas, apo mirë fola, doja të flisja për mënyrën se si duhet marrë me çështjen e migracionit në mbar botën. Dhe natyrisht për të folur edhe për atë çfarë bëhet nga Ministria e Mbrojtjes, por gjithashtu edhe për atë që lejon këtë vend të jetë i sigurt që të tjerët të shijojnë bukuritë e këtij vendi. Pra, jemi angazhuar për të folur me zëvendës ministrat që kanë një portofol mjaft të gjerë për të parë se si mund të krijojmë një marrëdhënie simbiotike, dhe të shohim se si të përdorim disa prej prodhimeve të bëra këtu dhe prodhimeve të bëra në qytetin e New York, në qytetin e New Yorkut për t'u angazhuar në tregti. Është e domosdoshme që të ndajmë 3 gjëra të rëndësishme. Një, biznesi. Do t'inkurajoj, pavarësisht se kush do të jetë kryetari i bashkisë vitet në vijim, për të hedhur syt nga ky vend për mundësitë biznesi dhe anasjellta. E dyta, kultura. Është e domosdoshme që ne të kuptojmë historinë tuaj, ndërkohë që ndajmë historinë tonë dhe që të rinjt tanë më së fundit angazhohen me njëri tjetrin. Dua të ftoj të rinj që të vizitojnë Amerikën, apo kështu të rinjt amerikanë që të vinë të vizitojnë Shqipërinë. Ne duhet të jemi bashkë që të përballemi me sfidat globale, me futjen e internetit dhe të komunikimit. Në internet është e qartë që nuk jetojmë më në një mjedis të veçuar që ndahet në mbar blogun, por ne ndajmë të njëjtën hapësirë, të njëjta shqetësime dhe ç'është më e rëndësishme të njëjtin fat. Kështu që ka pasur shumë spekulime se pse jam këtu dhe çfarë po bëjmë këtu. Arsyeja është e thjeshtë për të përshëndetur një mik, për të mësuar nga një mik dhe për të ndërtuar një marrëdhënie me një miqësi që nuk do të na lejojë që ne të kemi ndasi. Ne do të mësojmë nga njëri tjetri, do të rritemi së bashku ashtu siç bëjmë në New York e siç po bëni edhe ju këtu në këtë vend të jashtëzakonshëm me histori të pasur. Kështu që faleminderit miku im që ma bët të mundur të vija e që të shpenzoja kohë me ju.